Si të largoni insektet dhe fluturat e ushqimit? Një nga problemet më të mëdha të amvisave janë në flutrat e ushqimeve që pushtojnë çdo cep të dollapeve dhe rafteve të mbushura me ushqime. Nga larvat dhe flutrat e ushqimeve nuk shpëton asnjë produkt, por ato që preken më shumë janë orizi dhe mielli. Këto flutra fshihen shumë lehtë nëse futen në kuti ose në qese jo të mbyllura mirë të ushqimeve. Një flutur e tillë jeton mesatarisht nga 30 deri në 300 ditë. Prandaj edhe t'i largosh këto flutra të bezdishme, duket se kërkon shumë mund. Hapat që mund të ndiqni për të larguar këto insekte të dëmshme nga ushqimi. Së pari, pastroni kuzhinën nga fluturat. Fluturat e mëdha gjithashtu thurin në rrjeta të imta nëpër cepat të dollapeve edhe kështu në kutitë e ushqimeve. Hapi i dytë është të hiqni çdo produkt ushqimor nga dollapi. Më pas, ushqimet e paketuara duhet të futen në frigorifer për disa ditë. Ky është një hap shumë i mirë pasi mund t'i ngawrët ato. Pastroni dollapin me uthull dhe limon dhe gjithashtu, kurthet e fluturave duhet të jenë një zgjidhje ideale për t'i mbajtur ato larg.